Hoxhë nderuar, desha të pyes, flas me agjen tim, flas me agjen tim, por familja ime, jo, dhe me thonë prind e mi, jo, por nana më thot gjithmonë mos i fal asti, se përderisa ti e duke fol, s'po më respekton mua, po i fol për inatit timin, por kjo nuk është arsyeja ime se po e bëj për inati, por po e bëj për Allah Azza wa Jall. Allahu që përbleft, Allahu truj, ti janë hak. Baba dhe nana, me të thonë mos i fal agjes, do të mi fol. Do të mi fol. Le nana agjen të s'ka kur gjë, po edhe baba që ka vlla. Me të thonë agjes mos i fal, të nëse ke guxim, me thonë baba nuk të ngaj, thuj, përse nëse nuk ke guxim tutesh, hesht, por kur të ta kesh agjen mi fol agjes. Sepse është lidhje farefisnore, është obligim, kena farz obligime. Allahu na qoftë në hajër ya Rabbil Alamin, e na zot na drejtoft, se lidhja farefisnore është shputur shumë, është dëmtuar shumë. Allahu na bashkon zemrat tona, e na forcoft, na ndihmoft, punë të marrë dhe punë të mirë, Zoti e din më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.